A nuk të bie në sy që kjo ndodh për herë të parë në 35 vjet të pluralizmit politik në Shqipëri dhe të ndërrimit të shumë qeverive, as në 97-ën, vitin e mbrapsht, që dihet se kush organizoi dhe kundër kujt, por tashi s'është koha dhe vendi ta komentojmë, as në 97-ën dhe në 98-ën që vazhduan ngjarjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk dërguan ekipe të tilla për të bërë auditin qoftë financiar o ekonomik, qoftë dhe politik të veprimeve të sjelljeve të qeveritarëve. Ama në 2026, se 25-a kaloi, ata do të jenë të pranishëm për 90 ditë tu. Dhe më kujto se janë në punësat e Ministrisë së Financave që varen nga Edi Rama dhe të ekonomisë. Ata janë super specialist, ekspert, me eksperiencë të madhe për të zbuluar se që rol kanë aferat, si janë zhvilluar tenderat, kujt janë dhënë. Ata i dinë se kanë informatat të sakta nga shërbimet sekrete amerikane dhe nga ambasada, që ka dhe ajo këtu shërbimin e saj, pjesë të ambasadës. Ata i dinë kush janë baxhanakët, kunetrit, djemtë e Hallës, Dajës, Tezës dhe Xhaxhaj. Kush janë shokët dhe miqtë e qeveritarëve. Si ka mundësi që tenderat në sektor të caktuar i merr gjithmonë një kompani. Si ka mundësi që të quhet në sekrete tenderat edhe për letrën higjienike. Të më falësh për shprehjen, po tani edhe letra higjienike që nga sekret dhe tenderi i saj duhet bërë sekret. Ka pas gjithmonë tendera sekret, po ato lidhen vetëm me fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare. Po jo për letrën higjienike dhe për shumë të tjera që patjetër duhet i marrin miqtë e qeveritarëve, miqtë e ministrave dhe deputetëve dhe vetë deputetët, me djemt, me vajzat, me nuset, me kunatat, me baxhanakët, me kushinjtë e parë, të dytë, të tretë, e ndoshta edhe me kushinjtë e katërt. Ja, kjo është e gjithë. Zoti Topallaj, në rastin e Maduros, Rubio tha që i dhan disa oferta të mira. Po. Të hapte krahun. Është e vërtet. Po në rast të liderëve me që jemi këtu në rajonin ton, mendoni që ka pasur apo do të ketë oferta të tilla për të bërë valizhe xhgati? Le të ndalemi pak te rasti Maduro dhe të vazhdojmë. Unë mendoj që në këtë pikë, si presidenti Trump, si sekretari Rubio, nuk kanë qenë të sinqertë. Duhet ta them troç. Në ç'kuptim, nuk kanë qenë të sinqertë se ata nuk mund ta lënë me kaq. Por si fazë të parë për të shmangur qoftë edhe vrasjet e atyre 40 e sa njerëzve, se dhe ata njerëz binënash janë që u vranë gjatë sulmit. Asnjë amerikan, po u vranë kubanez 32 dhe disa venezuelian, që po të kishte ikur Maduro nuk do vriteshin. Kjo është e sigurt. Pra, këtu është sinqeriteti atyre. Ata ja bën këtë ofertë që sado që operacioni ishte perfekt, i koordinuar dhe i qepur me gjilpër me fije floriri. Prapë se prapë u vranë 40 e sa njerëz. Qoftë në bazat ushtarake që u goditën nga aviacioni dhe raketat amerikane, apo edhe gjatë momentit që u futën në rezidencën ku po flinte për 7 palqefe Maduro dhe zonja e tij Silvia Flores, edhe i morën zvarr nga krevati, ju veshën nga i pal tuta e bizhama, ju vun kufje syzeterta edhe antiplumb, edhe i morën. Ai tentoi të futej edhe në dhomën e blinduar, që ishte një naivitet, ose në sakt një budallëllë, se çdo bënte aty në dhomë, se ata nuk do bombardonin dhomën e blinduar, do prisnin deri kur t'i pije ujë e t'i haj bukë. Ja, kjo është e gjitha. Pra, këtu duhet ndalemi në këtë pikë. Ata u duk sikur shkelën, sepse putinianët, vučićianët e iranianët, patjetër që do thonë, apo Kim Jong-uni i Koresë, do thonë u shkelje drejta ndërkombëtare etj. Po mirë, të themu diçka si diplomat.
Pse kur u sulmua Ukraina, një shtet i madh, 30 e sa vjetë Republike pavarur, pse nuk e hapën gojën këta? Pse nuk thanë që si u sulmua ka ky shtet? Do të marrësh ti Donbasin, Donjeckun, çfarë të them unë, gjitha këto Khersonin e me radhë qytete, krajina, rajone, për 4 rajone synon Rusia e Putinit. Pse se hapën gojën këta? Edhe Kina. Zoti Topollaj, po tani Pse tani këta kërkojnë të drejtën ndërkombëtare? Po a ka të drejtë me një mafioz, me një trafikant, me një komunist të tipit Fidel Castro? Sepse fijet që e lidhin në fillim shofer autobusi, pastaj me sindikatat, pastaj kreu sindikatave, pastaj hyrin politik, deputet, ministër, derisa u bë edhe president në vend të Hugo Chavezit, të cilin nuk e dim se si erdhi vdekja, natyrale apo dikush i futi në pilul në sup apo në gotën e Coca-Colës. S'mund ta themi, e di mjekët që duhet i kenë bërë dhe autopsin. Por ky e zëvendësoi, 1,90 e saj gjatë, 107 kg, i shëndetshëm, nxirrte edhe shpatën si Skënderbeu jon, ose më saktë si Bolivari i tyre, se ata kanë Simon Bolivarin. Edhe vetë Venezuela quhet Republika Bolivariana, Republik Bolivariane. Po mirë, heroi kombëtar i tyre, patjetër luftëtar i madh për pavarësi. Kështu që askush nuk mund ta... Në tryezën e këtyre në Ballkan, ka ndonjë ultimatum, ndonjë zarf, ndonjë